Ju përshëndes të gjithëve, rikthehemi drejt për drejt në program. Sot Partia Demokratike e Shqipërisë do të mbledh në orën 10 kuvendin kombëtar ku do të votohen ndryshime statutore, por edhe emrat e rinj të anëtarëve të Këshillit Kombëtar. Punimet e kuvendit do t'i ndjek nga afër kolegu ynë Enkel Xhangoli, me cilin po lidhem tani drejt për drejt. Enkel, përshëndes. Çfarë pritet që të ndodh ditën e sotme, si është parashikuar agjenda dhe organizimi nga Partia Demokratike i këtij kuvendi që vjen pas rizgjedhjes Sali Berishës në krye të partisë më të madhe të opozitës? Po ashtu siç ishte njoftuar dhe më parë, tashmë në kuadër të proceseve zgjedhore që Partia Demokratike po kryen brenda saj, sot mbahet pikërisht kuvendi kombëtar, organi më i lartë vendimarrës në Partinë Demokratike. Sot kuvendi kombëtar do të mbahet me sloganin Ripërtëritje, që do të thotë anëtarësime të reja, riorganizim të strukturave të Partisë Demokratike. Në këtë kuadër, në të cilin në fakt në çdo fjalë të tij zoti Berisha në takim me strukturat e Partisë Demokratike ka theksuar që Partia Demokratike duhet të hapet dhe të ketë anëtarësime të reja. Fokusi i këtij kuvendi do të jetë mbi këtë çështje, pra për sa i përket hapjes së partisë. Ndërkohë, për sa i përket le të themi organizimit të këtij kuvendi kombëtar, pritet të fillojë në orën 10, ku menjëherë pas hapjes apo pas çeljes së kuvendit kombëtar do të kemi ngritje komisioneve ose më saktë komisioni i cili do të merret me drejtimin e punëve të këtij kuvendi, më pas edhe sekretariatet teknike të cilat do të merren me gjithë organizimin e kuvendit kombëtar, dhe do të kemi edhe më para se të marrin fjalën edhe zoti Berisha, do të kemi edhe transmetimin e një dokumentari për rreth 10 apo 15 minuta ku flet për historikun e Partisë Demokratike. Më pas do të ketë fjalën zoti Berisha, po gjithashtu edhe le të themi eksponentë të tjerë të cilët kanë të bëjnë kryesisht me anën teknike të punimeve të kuvendit. Pra kur të zgjidhet komisioni i drejtimit të punëve, do të ketë fjalën edhe drejtuesi i këtij komisioni, i cili do të bëjë dhe orientimet e nevojshme për sa i përket proceseve që do të ketë sot ky kuvend kombëtar. Pritet që në kuvendin kombëtar sot në paktën në përfundim të ketë edhe votim për sa i përket anëtarëve të rinj apo ndryshimit të përbërjes të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, i cili është një nga organet e dytë pas kuvendit kombëtar më të rëndësishme vendimarrëse në Partinë Demokratike. Ndërkohë, pasi të ketë përfunduar të gjitha fjalimet dhe të nisi procesi i votimit, këtu në hallin e Pallatit të Kongreseve janë vendosur fsheta nëse mund ta ku do të kryhet procesi i votimit nga delegatët, pasi janë delegatët ata që antarë kombëtar, delegatët të kuvendit kombëtar, ashtu sikurse ka qenë sikurse parashikohen në të gjithë statutët e Partisë Demokratike, ka delegatët janë pavarësisht se mlidhet rrallë kuvendi kombëtar, delegatët janë ata të cilët bëjnë për e Këshillit Kombëtar, dhe më pas Këshilli Kombëtar është ai që voton dhe për ndryshime e përbërjes të kryesisë të Partisë Demokratike. Këto janë procese të cilat priten të ndodhin, por për sa i përket Këshillit Kombëtar që votohet sot, ndërkohë për sa i përket ndryshimit të përbërjes kryesisë së Partisë Demokratike, do të kemi në një moment të dytë, ndoshta për gjatë javës, ndërkohë që do të presim nëse për gjatë javës do të ketë edhe ndryshime për sa i përket kupolës drejtuese të Partisë Demokratike, që ka të bëjë pikërisht me nënkryetarit e Partisë Demokratike. Janë 4 deri më tani, por do të shikojmë nëse do të kemi shtim të numrit të nënkryetarëve apo do të kemi vetëm thjesht ndryshime emrash në përbërjen e nënkryetarëve të Partisë Demokratike. Duhet thënë që edhe ky proces është i rëndësishëm për sa i përket nënkryetarëve, pasi me statut theksohet që 2 nga nënkryetarët, njëri prej tyre do të jetë kryetar i grupit parlamentar, siç është në këtë rast Zoti Gazmend Bardhi, dhe tjetri do të jetë zëvendës kryetari i parlamentit, pasi një nga nënkryetarët e parlamentit është nga opozita dhe aktualisht është zoti Gjek Markaj. Mbetet për të parë nëse do të ketë ndryshime në këtë aspekt ose jo, ndërkohë që për sa i përket edhe kupolës drejtuese të Partisë Demokratike, mbetet për të parë që për gjatë javës, pasi sot vetëm Këshilli Kombëtar do të votohet nga delegatët, por gjatë javës së ardhshme do të presim nëse do të kemi ndryshime dhe në nivel të sekretarit të përgjithshëm apo dhe të strukturave të tjera të Partisë Demokratike. Por nëse do të ketë ndryshime në kupolën drejtuese të Partisë Demokratike, sigurisht do të ketë një proces tjetër zgjedhor, pasi Partia Demokratike në statutin e saj ka që edhe sekretari i përgjithshëm zgjidhet me garë, pra që do të thotë do të dalë dhe një kandidat tjetër për të dalë përballë nëse do të ketë ndryshime edhe përballë zotit Noka. Në fakt pritet që dita e sotme të jetë një proces i gjatë, pasi përpos le të themi gjithë anës teknike
teknike të këtij kuvendi kombëtar sigurisht do të ketë fjalime, ku më i rëndësishmi dhe më kulminanti, le të themi, në këtë ditë të sotme për Partinë Demokratike do të jetë pikërisht ai i zotit Berisha, por gjithashtu edhe eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike, të cilët do duan të ndajnë mendimin e tyre për mënyrën se si do të organizohet apo ripërtëritet, siç është slogani në këtë rast i Partisë Demokratike, le të themi një çështje kjo e rëndësishme theksuar disa herë nga vetë zoti Berisha, por gjithashtu ka patur përpjekje edhe nga strukturat e tjera të Partisë Demokratike në rrethe për të patur antarësime të reja. Do të presim sot nëse do të ketë një lloj bilanci apo thjesht do të jenë thirrje për sa i përket hapjes së Partisë Demokratike. Por duket do të jetë një proces i gjatë dhe procesi i votimit, pasi duhet thënë që janë më shumë se 150 antarë të Këshillit Kombëtar që do të zgjidhen sot nga vota e delegatëve të kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, pasi pavarësisht se Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike përbëhet mbi 300 antarë, duhet thënë që shumë prej tyre janë në mënyrë automatike pjesë e Këshillit Kombëtar për shkak se përfshihen si kupola drejtuese e Partisë Demokratike, por gjithashtu edhe kryetarët e degëve të Partisë Demokratike, pra 77 kryetarët e degëve janë automatikisht pjesë e Këshillit Kombëtar, por gjithashtu edhe drejtuesit e komisioneve parlamentare bëhen pjesë në Këshillin Kombëtar. Por pjesa tjetër që do të mbetet për të zgjedhur do të jetë sot në listën e votës për sa i përket për ndryshimet e përbërjes së Këshillit Kombëtar. Por duhet të thënë që është një proces i gjatë dhe për faktin, jo vetëm për faktin se është një listë e gjatë dhe e cila do të kërkojë kohën e vet, por duhet të thënë që një delegat i Kuvendit Kombëtar ka të drejtë të votojë në fletën e votimit mbi 10 emra minimalisht, ndërkohë që mund të zgjedhë deri edhe në 100 emra në një fletë votimi. Pra kjo do të kërkojë kohë si për të votuar, por do të kërkojë kohë edhe si për të lexuar vota në momentin kur do të numërohet nga ana e komisioneve. Mbetet për të parë, ne do të lidhemi sërish drejt për drejt në orën 10 në Kel për të ndjekur nga afër edhe punimet e këtij kuvendi kombëtar. Ishte aty kolegu ynë Enkel Xhangoli.